Guten Morgen, gozet e mia, le të kalojmë së bashku një ditë në Tiranën tonë të bukur. Unë nisëm me mamin dhe me Klausin për të pi një kafe dhe për të bërë kolacionin në Tito, sepse është super i mirë. Anyway, shkova për të marrë kuponin për kartën e identitetit dhe unë nisëm për në Alidem, sepse atje kemi një sin, ja ku keni këtu edhe Klausin. Shqyqy zotit mbaruam punë për 15 minuta dhe nga pamja ky vend ishte super i çuditshëm edhe t'jepte një vibe të frikshëm, por anyway, dhe kjo është fytyra e një personi që doli super mirë në foto. Më pas u nisëm për tek piramida, unë gjitëm deri lart sepse mami kishte qejf dhe pritëm derisa të shkonte ora 1 sepse kishim orarin e Piersit. Gjithashtu pim një kafe tjetër tek lokali West. Koha ishte super e mirë dhe dielli ishte on top dhe super i ngrohtë. Gjithashtu tu keni edhe treshën tuaj të preferuar. Neve erdhëm në shtëpi, unë mbylla gjithashtu dhe vlogun, të mos e vini re, po kur po lyja buzët para se t'hyja te karta e identitetit, më ra buskuqi dhe prandaj më këtë gjendje. Kam këto letat e make-upit, sepse seriozisht nuk kam nerva të bëj një full pastrim. Ta bëjmë një pastrim shpejt tani. Edhe kështu, po mendoj të gjithë këto që pikët, se i vendosa me një gjitës provizor që pikët e minë, jo me një gjitës tamam, kështu që... Po. Sot kartën e... Do më thënë, çdo gotë që do bëj kartën, do ju them sa e thjesht ishte dhe mos bëni stres fare. Nëse keni qerpik të vënë, apo keni make-up, apo I don't know se çfarë keni ju, mos e keni fare probleme, sepse nuk thonin asgjë, plus që mua ajo goca aty më ra shumë e mirë, ajo zdonja. Edhe nuk e di, ishte super comfy. Dhe kështu, do me thënë, u dunte vetëm kuponin, do shkoni bleni kuponin tek zyra postare, pastaj shkoni atje me një fotokopi të asaj pasaportës. Shkoni, ju bën ajo foton, ju thot nëse e pëlqeni, hedhni firmën, emër mbi emër, pastaj ato biometrinë e gishtave shpejt edhe ju jep atë fletën dhe thot që mbas 2 javësh hajdeni. Kishte 2 opsione, ose ta nxjerrje më shpejt ose paguaje 15.000 lekë dhe të dilte normal, ajo shpejta që 30. Po që nëse se gjeni me të shpejt, keni nevojë të paguani, por ju e dini. Also, Piersat duken kështu. Kjo ishte dhe dita ime, shpresoj të ketë pëlqyer si video, ne do shihemi në një tjetër shorts. Deri atëherë ju uroj një kohë sa më të bukur dhe shpresoj të jeni sa më mirë. Ju poç.